Qëre, në Kosovën e mas pavarësisë, kur nuk ki fort njerëz që lavdohen që e kanë respektu kushtetutën dhe E qartë, po unë po flas në këtë situatë. Zonja Osmani vendosi dekreti u shpall me një farforme në shpërputje me kushtetutën. Zoti Kurti, sepse i vani më. Jo, dekreti, qëre pjesë juridike duhet me qenë shumë saktë. Dekreti o shpall i pavlefshëm. Po pra, po çka është ajo? Çka është ajo? Çka është ajo? Jo shkelje kushtetuse. Ajo e bllokoi institucionin që e ka zgjedh ato. Ndërkohë që Kurti nuk shkoi në fund për ta votuar me 63 vota. Edhe nuk shkoi. Pse? Po ti po thush që është rrisuar nga pjesa. Po se ka qenë realiteti. Unë mendoj realiteti që nuk ju ka leju. Unë nuk besoj që zoti Kurti e ka pas mendjen me shkel kushtetutën sepse duket te aeroplani. 12 herë ka shkel qeverisje. Kjo është diçka tjetër. Shkruan sepse në bazë të gjykimit gjykatës kushtetuese është e zeza në bardhë. Edhe çaj ka qenë më shumë në tentim me i tregu opinionin që zonja Rushiti i ka votat e mjaftueshme për mos zgjedh. Nëse dikush ja bën kvorum i pitave deputet. Nëse deputet na i kemi zgjedh për ata ide, deputet. Jo, si kena, unë kemi zgjedh me votu, nuk i kemi zgjedh deputet me kvorum për president. Nuk i kemi zgjedh deputet me minue vullnetin politik pas të përgjithshëm. Nuk i kemi zgjedh deputet i opozitës. Sepse opozita nuk e ka është keq kuptim, është keq kuptim i rolit të opozitës. Opozita nuk e ka vetëm rolin e blokuesit. Absolutisht. Mos se s'ka kuptim. Po ja mos nuk ka kuptim të reciklu argumente pushteteve të kaluara pse tash i konvenojnë Albinit. Okej, a flasim dalim tek PDK-ja me mujën apo deshet ta paraprakisht se kemi edhe PDK në akën. Pse nuk po kjo çështja pse s'po kritikon zotin Kurti zonja Osmani. Unë jam shumë kurrështar me ndëgju çka ka më thonë ajo. Çka ka më thonë? Jo, nëse don ajo me vol, po mund të jetë shumë. Edhe ajo dhe ai. Dytë kanë qenë për 5 vite bashkë. Po pra. Dhe po them. Edhe nuk është e mjaftueshme pse s'm ka zgjedh mua president.